jam shumë e fat. Kam pas një rrugtim në aspektin e karrierës, ka njek fati. Kam qenë pjesë e projekteve shumë popullore, shumë dashur për publikun, kështu që normal sa të më bën me konë edhe krenar edhe shumë i lumtur. Patjetër, kur e thua kam qenë me fat, duhet të ketë fat një aktor në Kosovë? Besoj që duhet të kesh fat ku do botë që je. Sidomos aktorët, me arti është çështje perceptimesh. Edhe nuk është shumë eksakt, domethënë te sporti ki më eksakt. E jep gollën se e golla, jep gollën, fiton se këtu nuk dihet edhe kjo i ndodh shumë aktorëve në botë ndoshta, ka shumë të talentuar që nuk i vjen rasti as të dëshmojnë që janë të talentuar ose të kundërtën, që nuk janë të talentuar. Kështu që po, fati besoj që do të kanë pjesë e rëndësishme sidomos në botën e aktorëve. Mirë shumë, po më intereson shumë di cili ka qenë momenti ndoshta më i rëndësishëm i gjithë këtyre 15 vite që i përmende. Po, se di, ka shumë momente, nuk i pas na mendu se një moment, nëse po flasim për karrierën, po ndoshta momenti i diplomimit ka qenë shumë emocional për mua. Më do që dolëm në një botë tjetër profesionale, veç fakti që tash ishe i diplomum, jo që ndryshon të diçka, që është faqe që ishte e punuar si student, edhe momenti që jepet premiera në farë forme konsiderohesh i diplomum. Edhe ky ka qenë momente që nuk di pse e ta perceptuar shumë në mënyrë emocionale. Kanë qenë shumë të vështira studimet, sa që diplomimi ka qenë ndoshta aq i rëndësishëm? Kanë qenë shumë dashura për mua. Nuk më që kanë shumë vështira, po kanë qenë shumë dashura dhe besoj që çaja energji shumicës aktorëve mungon energjia e studimeve, se atë është një farë lloj shpirti garus në kuptimin e mirë të fjalës. Ki shumë përgjegjësi për çdo projekt që del, për çdo provim, për çdo kolokvium që e bën. Ki më shumë përgjegjësi ndoshta se sa ku dilsh në tregun e lirë, në botën e hapur të profesionit, më shumë ki presion edhe gjë që mendoj që i mungon aktorëve të Kosovës, që i presioni studimeve për me marrë një kondicion profesionalisht. Dhe vështirësia më e madhe, sfida më e madhe e këtij profesioni cila është? Po, ka shumë. Të e pas njëri në shtëpi, po e them orari. Po, të thokesh, e para është orari se është një orar që nuk mund asnjë me përcaktu kurrë. Po. Gjithmonë është surprizë edhe për neve. Domethënë nuk mund është çështja e orarit, e dyta është një punë kolektive,